Partia Demokratike dhe koalicioni i drejtuar prej saj, Aleanca Shqipëria Madhështore, pësoi një humbje të thellë në zgjedhjet e 11 majit, pavarësisht se po shtohen zërat për mosnjohje në rezultatin zgjedhor. Diferenca mes demokratëve të Sali Berishës dhe socialistëve të Edi Ramës është mbi 30 mandate deputetësh në favor të PS-s, ose mbi 250.000 vota në favor të së-majtës. Demokratët e Berishës kanë njoftuar se kanë prova dhe fakte të manipulimit, ndërsa po përgatisin edhe atë që konsiderohet si dosja e zezë e zgjedhjeve të 2025-s, e cila më shumë se për efekt të brendshëm do synojë të bind faktorin ndërkombëtar, veçanërisht atë amerikan, lidhur me pretendimet për manipulime zgjedhjesh. Dhe paralelisht me këto përpjekje, pyetja që shtrohet është: a do zbatoj Berisha statusin e miratuar në kuvendin e 11 dhjetorit 2021 për dorëheqje? Bëhet fjalë për atë që kreu i PD-s e ka pagzuar me emrin Neni Basha, që në statusin e kësaj partie është Neni 46.8. Në këtë nen thuhet, në rast se pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme për kuvendin, partia nuk rezulton forcë fituese e qeverisëse, mandati përfundon menjëherë dhe automatikisht për shkak të statutit. Në këtë rast, kryetarit që i përfundon mandati nuk i lejohet kandidimi në zgjedhjet pasardhëse për kryetar partie. Dhe ky nen që vetë Berisha e ka propozuar, miratuar dhe për cilin ka debatuar gjatë edhe me të tillët për ta bërë pjesë të statutit, sot është në pikë pyetje nëse do e zbatoj ose jo.